Shqiptarët e mirë dhe ndershëm mund të çojnë fëmijët e tyre për të mësuar biologji në shkollë, fatkeqësisht fëmijët tanë nga ky shtator do të mësojnë ideologji. Pra ideologji gjinore. Mund t'i shkojnë fëmijëve tanë djem dhe ju thonë, mbase ju jeni vajza që keni lindur në trupat gabuar, mbase jeni vajza që keni lindur në trupat e djemve. Një popull fatkeqësisht me memorie të shkurtër. Dhe unë dua që ta shikojmë mirë këtë. Nutricionista është nërësist, thotë se terapia hormonale për transgjinerët është Shërbimi i endokrinologjisë që nga referencë për rekomandimin e kësaj terapie është për moshën mbi 18 vjeç. Urdhri sipas urdhrit 304, terapia hormonale nis që nga mosha 13.5 deri 18 vjeç. Fëmijët dërgohen në shkollë për të marrë dije, për të mësuar gjuhën, historinë, matematikën, biologjinë, shkencat që do të shërbejnë për gjatë jetës. Ky është misioni i shkollës. Por kur gjithnjë e më shumë hapen debat për temat që lidhen me identitetin gjinor në programet mësimore, është detyrë e çdo prindi të pyes, çfarë po u mësove fëmijëve tanë? Kush po vendos për këtë dhe a jemi ne prindrit të informuar? Prindrit nuk duhet të jenë spektator. Ato kanë të drejtë ta dinë se çfarë përmbajnë tekstet shkollore dhe çfarë u mësohen fëmijëve të tyre çdo ditë në klasë. Heshtja nuk është zgjidhje. Prindër, informohuni, lexoni programet mësimore, bëni pyetje, kërkoni transparencë dhe ngrini zërin sa herë që të mendoni se është në lojë edukimi i fëmijëve tuaj. Fëmijët janë përgjegjësia jonë dhe zëri i prindërve nuk duhet të anashkalohet. Po ju, a mendoni se prindërit duhet të kenë fjalën e fundit dhe për çfarë u mësohet fëmijëve të tyre në shkollë? Shkruani mendimin tuaj në koment.